Miq Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Do të jemi së bashku në 2 orët në vijim, ku do të diskutojmë për disa tema, por fillimisht do ndalemi tek vendimi që është dhënë ditën e djeshme për ngjarjen që ka tronditur opinionin publik vetëm një vit më parë. Ajo e ndarjes nga jeta të Martin Canit si pasojë një goditjeje me sik që ju dha nga një bashkëmoshatar i tij, i cili dje është njohur me vendimin e gjykatës. 16 vite heqje lirie. Diçka ndryshe nga që prokuroria kërkonte, duke pasur në konsiderat që prokuroria konsideronte vetëm një vepër penale të Marios në këtë rast, i cili u ndëshkua me 16 vite heqje lirie, ndërsa vetë gjykata vendosi për 2 të tilla, 2 vepra penale, vrasjen e Martinit dhe po ashtu vrasje të mbetur në tentativ ndaj Luisit, shokut të tyre. Kam në një lidhje direkte Angel Canin, babain e Martin Canit. Angel, faleminderit për kohën, mirëdita. Mirëdita juve. Jam në studio po ashtu me kolegen Kristi Gongo, e cila ka ndjekur që për i ditës së parë rastin. Kristi, faleminderit për kohën. Kam në një lidhje direkte dhe avokatin e familjes Cani, Redi Ramaj. Redi, mirëdita, faleminderit. Mirëdita. Redi, me lejen tuaj fillimisht do doja të njoftoja dhe sqaroja që vetë prindrit e Martinit kanë pasur një lloj komunikimi, deklarate ku të paktën me sa kuptova unë janë mirënjohës për gjykatën që po themi konsideroi 2 vepra penale dhe jo një siç ishte më parë nga prokuroria, po meqense e kam Angelin në lidhje direkte, po filloj me të e më pas po kaloj tek ti për çështjen e procedurave. Zoti Cani, vija re tek deklarata juaj si prindër që më në fund pam një rreze drite drejtësi. Pse? Po, sepse prokuroria kërkoi, avokati e di më mirë se për pjesën e ligjit mund të flasi më mirë avokatin, po prokuroria kërkoi një vrasje në tentativë në rrethana cilësuese dhe gjykata vendosi e pa të arsyeshme, domethënë që janë 2 rrethana cilësuese, 2 vrasje, njëra në tentativë, tjetra me pasojë vdekje. Diçka tjetër që dua t'ju pyes ka të bëj me po themi familjen e Luisit, se nuk do doja të përfshija Luisin për shkak edhe të moshës. A keni komunikuar me ta, çfarë mendojnë për faktin që edhe tentativa që është bërë ndaj djalit të tyre është konsideruar në këtë gjyq? Familja e Luisit e konsideron si vdekje, pavarësisht se Zoti bëri mrekulli dhe shpëtoi jetën e Luisit. Kjo është e gjitha. Ju si e pritët lajmin e vendimit? Që t'jemi sinqertë, duke qeni konsultuar me avokatin, prandaj kam shpreh edhe një rrezë drite. Që t'jem prap i sinqert, dhimbja jonë nuk shuhet asnjëherë, sikur të dënonte edhe me 100 vjet, po dhimbja është shumë e madhe dhe por pam diçka ndryshe, sepse atëherë dalin ke teoria si fëmijët kolimbian që i rekrutoshin për vrasje dhe boshin vrasje në mënyrë të grupeve kriminale dhe do të eci përpara si trendi, nuk e di si mund ta shpreh më ndryshe, domethënë si e modës. Pra jeni të lumtur që s'ka mbetur dosja dhe nuk është harruar të vendoset drejtësi, kjo është ideja. Urdhra? Jeni të lumtur që nuk u harrua të vendosej drejtësi. Kjo fjala e lumtur është $1 milion, po ne të lumtur si jemi asnjëherë, se dhimbja jonë nuk përshkruhet, është pa mas. Zoti Cani, a keni pasur ndonjëherë komunikim me familjen apo me përfaqësues të autorit të ngjarjes? Kjo është pyetje që mund t'ja drejtoni atyre, jo mu, unë kam thënë në mendimin tim. Po ju keni folur ndonjëherë me ta? Jo. Nuk ju kanë kontaktuar asnjëherë? Jo. E kuptoj. Kristi, edhe avokati mund të informoj më mirë. Po, patjetër, do pyes edhe avokatin. Jo, në fakt, i shoh dhe që në ditën e parë, kur na kanë hapur derën e shtëpisë dhe flisnin për një mesazh paqeje, pavarësisht tragjedisë që ju kishte ndodhur, ka qenë një shembull fisnikërie që realisht mbetet në kujtesë dhe mua më vjen mirë që media ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në këtë çështje, duke mos e lënë të harrohet rasti i Martinit dhe duke ngulmuar për të kërkuar përgjegjësi institucionale. Është lajm i mirë fakti që është konsideruar me 2 vepra penale në mendimin tim dhe në vlerësimin dhe në gjithë procesin e ndjekur
si nga avokati edhe gjithashtu edhe nga gjithë dëshira e pamposhtur e familjes për të gjetur drejtësinë në një dhimbje të jashtëzakonshme që ka prekur familjen Cani, por nga ana tjetër unë do vlerësoja me shumë rëndësi dhe duke marrë në konsideratë rastin që ka ndodhur në Michigan, për shembull, ka qenë një rast ku një 15 vjeçar, Ethan Grambly, ka vrarë shokët e tij të klasës, bëhet fjalë për 4 marrje jete në një moshë 15 vjeçare dhe ka qenë një rast që ka krijuar një precedent në botë dhe unë do të dëshiroja shumë që drejtësia jonë të merrte këto shembuj. Për çfarë e kanë fjalën? Për të gjykuar gjithashtu edhe prindërit e autorit të vrasjes së Martinit. Për mua jam po aq fajtor sa vetë autori. Bëhet fjalë për një fëmijë i cili sikundërse është gjykuar në rastin amerikan, ata janë konsideruar prindër të cilët kanë dështuar në prindërimin e tyre. Dhe për herë të parë në gjykatën e Michigan, në Oxford, në shkollën ku ndodhi ngjarja, prindërit e djalit 15 vjeçar u dënuan me 10 vite vrasje të pavullnetshme. Kuptoj. Dhe gjithë arsyetime, pavarësisht se ata nuk e kishin shkrepur armën. Jo, qartë. Megjithatë ishin po aq fajtor me Ne nuk idenë se shkojmë shumë larg për të gjetur shembuj, po ti thua për çështjen e mënyrës se si vendoset drejtësia dhe se si ndiqen procedurat. Unë pash që në fakt gjatë gjithë kësaj kohe që pritej vendimi përfundimtar për vrasjen e Martinit, kishte një ndarje të shoqërisë. Disa e kundërshtonin faktin që të kishte dënimin maksimal 25 vite të kërkuar nga prokuroria, por që me faktin duke marrë në konsiderat që është i mitur, ai përgjysmohet, dhe pash një pjesë të aktorëve të ndryshëm të shoqërisë, aktivistë, cilët thoshin nuk mund të dënohet një fëmijë me një dënim maksimal, sepse fajtor po aq është dhe shoqëria. Në fakt nuk mund të vësh gishtin vetëm te Mario në këtë rast, sepse Mario është një produkt i familjes së tij, është një produkt i institucionit ku është edukuar, po e rëndësishme është për mua që çfarë ka bërë shkolla momentalisht. Ne kemi një vit nga ngjarja. Do shkem aty bashkë me ty dhe me Redin, se dua t'i bëj 2 pyetje të tjera babait Martinit. Zoti Ëngjëll, përpara se të ndodhte ngjarja, të gjithë tani më e dini, ju vetë keni pranuar që po mendonit një lloj shpërnguljeje nga Shqipëria. Sa ka ndryshuar jeta juaj në padyshim 100%, po dua të di, a keni ndryshuar planet, a do qëndroni këtu, a ju ka ofruar ndonjë nga institucionet shqiptare ndihmë, a keni pasur kontakt me dikë? Kjo është për t'u lëritur. Këtu s'kan ardhur me na bot gjelpona qysh nga mjeku i familjes, që nusja ime ka qenë në gjendje kritike, jo më institucionet e tjera. Nuk e di sa i sak jam këtë pjesë. Asnjë nuk ka ardhur, domethënë, edhe të na ngushëllojnë. Përveç se Gjerasin falenderoj gjithë qytetarët shqiptar edhe brenda dhe jashtë vendit që janë sensibilizuar dhe akoma nuk pushojnë duke na vizituar edhe duke na ardhur në shtëpi. Edhe në fakt, ju i mbani gjallë kujtimet, shohim pas jush zoti Cani që në fakt ka një muze të krijuar brenda shtëpisë, apo jo? Jo, tani që jemi duke ecur përpara, Federata Shqiptare e Futbollit me presidentin Armand Duka ka nisur ndërtimin e fushës. Edhe ne me shpenzimet tona kemi vazhduar me disa miq që na kanë ndihmuar, domethënë kemi bërë ato elektrike të kondicionimin dhe tani jemi në pjesën e shtresave dhe e tavaneve. Po shpresojmë që do kemi edhe ndihmë nga shumë miq tjerë, shumë shok tjerë që do na ndihmojnë. Kam parë shumë edhe Luisin me familjen tuaj, kam dëgjuar deklaratën e zonjës suaj tek një program tjetër në Top Channel, Goca dhe Gra, e cila thoshte që Luisi tani më është bërë si vëllai i djalit tim tjetër, kështu që është shumë i afërt me ne. Jo, ajo ka thonë edhe diçka tjetër që duhet përshëndetur, ka thonë unë jam nëna e gjithë fëmijëve shqiptar, nuk e di e ke parasysh për jo vetëm për Luisin, se Luisi po jam nëna e gjithë fëmijëve shqiptar dhe të mbrohen e ka thonë mesazhin e vet, domethënë një mesazh dinjitos dhe një mesazh fisnikrie që të mbrohen fëmijët tanë dhe ne shohim që ka 5-6 shërashte të njëjta, pavarësisht se 2-3 ka kap televizorit, 3 tjerët s'janë kap, kështu më. Mos janë më shumë se sa raportohen, nuk. Zoti Cani,
Ndoshta nuk do ishte udhës, po dua t'ju pyes si u ndjet kur dëgjuat për rastin tjetër, atë të Durrësit në këtë moment. Pak a shumë si për Martinin, sepse edhe ai djalë nane ishte një djalë 14 vjeçar, pak a shumë nëse ime ka përjetuar shumë keq, se pak a shumë edhe ai ngjante Martinit, ishte sikur ishin dy vëllezër. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka dështuar që në fakt nuk na ka ndërgjegjësuar rastin Martinit, zoti Cane? Kristi, që po drejtohem Kristi, që kam edhe shumë respekt për ju se e keni trajtuar çështjen me dinjitet. Këtu ka dështuar gjithçka, ka dështuar shoqëria. Ne nuk morim shembull nga vendet e botës, për shembull, ti shiko Greqinë, domethënë për një 14 vjeçar nuk ka vit 15 vjeçar që u vraq që bëjnë demonstrata të fuqishme. Ne nuk jemi politikanë që mund t'japim mesazhe politike, po duhet t'japim mesazhe që të mbrohen fëmijët tanë, sepse është e ardhmja e Shqipërisë. Po s'u mbrojtën fëmijët, atëherë jemi aty ku thërret kiameti. Kështu e besoj unë. A keni ndonjë kërkesë ose thirrje për institucionet? Ne po merremi me institucionet, avukati domethënë e ka marrë çështjen tonë dhe është avukati i familjes tonë për gjithë jetën, gjithsesi ai e ka pjesën e vet për punë. Për punën e vet nuk i ndërhyj unë punë të ligjeve dhe punën kështu. Pavarësisht se edhe ai ndjehet shumë keq sepse e ka përjetuar edhe avokat Redi e ka përjetuar shumë ngjarjen tonë dhe është sensibilizuar shumë, na ka nis shumë pranë si familjarë joni. E kuptoj. Redi, si shkoi vendimi dhe a ishte ai që kërkonit? E para duhet falenderuar besoj media, një mjet shumë i rëndësishëm, emisioni juaj, duhet falenderu Kristi, që ju keni në studio, pasi disa gazetarë të veçantë, një pjesë dhe televizioni juaj kryesisht ka bërë një punë shumë të mirë, duke ndërgjegjësuar gjithë qytetarët, duke ndërgjegjësuar në fund dhe drejtësinë. E them këtë sepse ne dim që në Shqipëri ndonjëherë drejtësia të cedon. Dhe rasti nuk duhet të ndodhte me rastin e Martin Canit. Pavarësisht dënimit që ka dhënë gjykata 16 vjet, dënim përfundimtar, nuk kishte rëndësi për ne vitet, sepse u diskutua dhe aty ishte një ngjarje me fëmijë, por e rëndësishme ishte të bëhej drejtësi dhe të jepej mesazh i qartë që këto ngjarje nuk duhet ndodhin më dhe drejtësia funksionon për të mbrojtur të miturit. Po nuk mbrojtëm të miturit, atëherë kemi dështuar si shoqëri dhe nuk mbrojmë askënd. Fëmijët janë njerëzit më vulnerabël, janë kategoria më vulnerabël, më e pambrojtur e shoqërisë. Dhe rastet konkrete e Martin Canit, po dhe rastet e tjera më të fundit tregojnë që ne kemi lënë fëmijët në mëshirën e fatit dhe duhet të ndërhynte drejtësia në formën më të lartë të saj. Dhe mendojmë, duke pritur dhe vendimin e arsyetuar gjykatës, që jemi në kushtet kur kemi marrë një drejtësi, kemi gjetur një formë drejtësie. Tani do ndjekim të gjitha rrugët e tjera, pa e ndërprerë që ky rast të jetë në mënyrë të padiskutueshme një pikë ose një busull për orientimin e gjithë shoqërisë. Çështja do vazhdoj dhe me instancat civile, dhe me çështje të tjera, por morëm atë hapën e parë, pra ecëm me pjesën penale që për familjen vlente shumë sepse donte atë drejtësinë shtetërore. Institucionet shtetërore fatkeqësisht kuptojnë që nuk kanë reflektuar aktualisht. Dhe kjo është një gjë se këtë doja të pyesja Redi, më bëri përshtypje dhe ajo që tha zotëria më herët, babai i Martinit, Angjeli, që nuk na ka kontaktuar asnjë institucion. Domethënë nuk ka ngelur i madh dhe i vogël pa u çuar në këmbë përpara një viti për atë ngjarje, për të kërkuar drejtësi dhe për të kërkuar të zbardhej, se në fillim unë mbaj mend tentativa nga më të ndryshmet që të mbulohej ngjarja. Si është e mundur që s'ka reaguar asnjëri, që s'kan folur me prindrit minimalisht? Ju duhet ta kuptoni që Ministria e Arsimit duhet kishte deklarata të vazhdueshme për informimin e sigurisë në shkolla mbas kësaj ngjarje, gjë që nuk ka ndodhur. E dyta, duhet ishin marrë masa jo vetëm për kontrollin e fëmijëve dhe për futjen e sendeve të palishme brenda ambienteve të shkollës, që është paradoksale ta mendosh se si mund të kryen këto veprime, por për çdo detaj të sigurisë fëmijës nga momenti që del nga shtëpia dhe deri në vajtjen kthimin prapë në ambientet familjare.
këto nuk janë bërë, për më tepër ju e thatë, kemi pasur pengesa të mëdha nga mënyra se si e ka trajtuar policia shtetit gjithë ngjarjen, nga mënyra se si shkolla nuk e ka raportuar konfliktin e parë midis të miturve vetëm për një fakt, vetëm për të mbrojtur rankimin e shkollës dhe emrin e shkollës, gjë që është për të vënë duart në kokë. Dhe mënyra se si të gjithë të tjerët në vend kërkonin ndjesë nga drejtoria arsimore, nga drejtoria e shkollës dhe nga punonësit e shkollës tonin minimalisht ora na ndodhi diçka dhe ne nuk kishim asnjë mundësi për të bërë ndryshe, apo të mbanin përgjegjësitë e veta, e ka ndodhur krejtësisht e kundërta, thjesht duan ta shmangin sa më tepër të ngjarje dhe mos t'japin llogari askund dhe mos thjesht të bëjnë sikur s'ka ndodhur gjë. Kjo sjell bashkë me ngjarje të tjera fatkeqësisht, të cilat janë të përsëritura si rasti Martincanit dhe japin dhimbje për shoqërinë shqiptare. Unë e thash dhe në gjykatë që ne kemi dështuar si shoqëri me këtë rast, duhet mbajmë gjithë përgjegjësi, por Redi, unë jam pak me atë që tha zotria më herët. Ëngjëlli sa me të drejtë, 2-3 raste kanë dalë në televizor, 2 të tjera jo. Pse nuk bën po kaq zhurmë mjehon edhe rasti i Durrësit apo të tjerat? Pra, u komentuan 2-3 ditë dhe u izoluan si raste. Çfarë ndodhi? E para njëherë, thoj që familjarët, njerëzit e të miturit të Durrësit duhet ta ndjekin çështjen hap pas hapi, pasi është një rast shumë i rëndë, një rast i cili ka dëmtuar jo vetëm familjen, por një komunitet atje. Çështja dhe problemi i mos bërjes së një ndjekjes situatës apo mos vazhdimit të çështjes lidhet kryesisht dhe me faktin që një pjesë e opinionit publik është në apati, nëse nuk mbahet me informime të vazhdueshme lidhur me situatën, atëherë të gjithë do shohin ato probleme jetës tyre dhe këtë thash, po janë institucionet ata që në fund ditës duhet reagonin. Pse e them se paguhen me taksat tona, kanë detyrimin e sigurisë dhe duhet raportojnë ata dhe të ju si media për treguar se çfarë kanë bërë mbasi kanë ndodhur ngjarjen Durrës dhe si do ta trajtojnë afatgjat. Gjë që nuk ndodh dhe do kalojnë në heshtje siç kanë kaluar në heshtje shumë raste të tjera dhe prandaj falenderova median se edhe në rastin e Martincanit, mos ishte media, do të ishim në një situatë krejtësisht tjetër, as vendimin e gjykatës nuk do ta kishim marrë vesh. Do ta dinin vetëm ai grupi njerëzve që do ishte brenda sallë. Po interesimi i medias ka sjell këtë lloj situate. Po, në fakt është e trisht që po nuk qenë në syrin mediatik, zërës s'ka ndodhur edhe anashkalohet, zvarritet ose merret vendimin në bazë të interesave të cilës palë ju vlen. Nga ana tjetër, për të vazhduar në të njëjtën vijë logjike, është shumë tronditse çfarë kanë nxjerrë në pa raporti i kontrollit lartë të shtetit mbi efektivitetin e oficerëve të sigurisë në institucionet arsimore, që rezulton se shkollat shqiptare janë të pasigurta. Në fakt, çfarë nxjerr në pa raporti? Edhe ka vajtur edhe në shkollën Fanoli për të bërë një intervistim të oficerës së sigurisë që ka qenë e njëjta me rastin e Martinit. E pyetur oficerja e sigurisë në shkollën nëntëvjeçare Fanoli gjatë intervistës të bërë në fillim të vitit 2025, pasi kishte ndodhur ngjarja, u vu në dukje se vetë oficerja e sigurisë ka pranuar se ka një mos zgjidhje institucionale. Konkretisht ka thënë, referoi rastet e dhunës fizike në polici, por jo të dhunës psikologjike. Në shumë raste, referimet në polici nuk kanë vijuar me marrje masash nga ana e policisë. Atëherë shtrohet pyetja, përse duhet të referojmë rastet në polici? Vetë oficerja e sigurisë tregon që në fakt nuk gjen zgjidhjet e policia e shtetit, dhe nga ana tjetër në raport theksohet se ka një presion që ju bëhet oficerëve të sigurisë. Po mos është ping-pong që e bëjnë oficerët e sigurisë me policinë për ta kaluar fajin nga njëri te tjetri? Sigurisht, prandaj them që ky është dorëzim institucional. Oficerja thotë e ka fajin policia se nuk më merr në konsiderat referimet që bëj unë mbi rastet problematike. Policia thotë nuk më ka ardhur mua njoftimi, por në këtë rastin e Martinit është tronditse se në fakt është
konfirmohet edhe nga gjithë sondazhet e kryera me oficerët që ka një fshehje të rasteve për të ruajtur emrin e mirë të shkollës. Dhe këtë e bëjnë në presionin e drejtuesve të institucioneve arsimore. Por na ndjek edhe Anila Hoxha dhe kam përshtypjen do donte të bënte një ndërhyrje lidhur me atë që po flisje ti Kristi më herët për masat që duhen marrë ndaj prindërve të këtyre fëmijëve. Me sa duket, Anila të përshëndes, me sa duket në kod do të parashikohen edhe ndryshime sa i takon masave që duhet të merren ndaj prindërve të fëmijëve që kryejnë akte të tilla apo jo? Okej, për pak çaste do kemi Anilën se ka një shkëputje të shkurtër, por donte të bëjë një sqarim të ndryshimeve që do bëhen në kod, sepse prindërit luajnë një rol të jashtëzakonshëm në edukimin e fëmijës. Pra që në hapat e para, dhe ne kemi trajtuar rastin e autorit të Martinit, që kemi treguar në fakt profilin e tij, një fëmijë që në rrjetet sociale reklamonte një jetë. Ai mund të intervistën e babait, dhe në Top Channel që përpos mbrojtjes të shprind, po. Patjetër, por mënyra se si ishte edukuar, se si ishte rritur në praninë e armëve të ftohta, thikës. Pra, e nxirrnin këto foto hapur fare në rrjetet sociale. Më pas, po ashtu edhe me Duhan, fëmijën e vogël, që e postonin... Në rrjetet sociale të tmerrshme ka pasur në atë periudhë, se dolën gjitha pastaj edhe të kanë qenë tronditse vetëm për faktin që në atë mosh, aq i vogël, kjo bëj në dijenin e prindërit. Dhe vetë rasti i Amerikës, që ka edhe shumë raste të tjera, të cilat kanë vijuar pasaj, që duhet ketë ndryshime. Patjetër, sepse kjo është një katastrofë e pritshme. Anila, çfarë pritet të ndryshojë? Po, Dorela Kristi ka të drejtë në lidhje me neglizhencën e institucioneve të cilat ndonjëherë duket sikur nuk përversojnë të gjithë tipologjinë e përfshirjes së krimeve të miturve në krim nga njëra anë, po gjithashtu edhe tipologjinë e atyre të miturve të cilët klasifikohen si viktima nga krime të ndryshme, ku kryesorja dhe që vazhdon të jetë rankuar në vend të parë është përfshirja e të miturve pra si viktima në konfliktet fizike. Shumë prej tyre janë finalizuar me bilance që kanë marrë jetën e fëmijëve dhe të tjera edhe me fëmijë të cilët kanë ngelur të gjymtuar. Ndërsa nga ana tjetër, ajo që dihet deri më tani është fakti se ligji dhe është aplikuar dhe nga gjykata civile në Shqipëri, sidomos nga gjykata e Tiranës, kërkesa e agjencive për mbrojtjen e fëmijëve dhe të qendrave vendore në Tiranë, të cilat në 2 raste të cilat I kam raportuar, rezulton se gjykata ka hequr kujdesërinë e prindërve, sidomos në njërin nga rastet, nëna ishte përdoruese heroine dhe ajo e nxirrte fëmijën e nitur për të lipur. Në këto kushte, strukturat për fëmijët dhe drejtat e fëmijëve I kanë kërkuar gjykatës të heqjen e kujdesarisë dhe kjo kujdesari ka kaluar gjyshëve të fëmijëve. Rasti tjetër është sërish ndërhyrje për kujdesarinë, po për lipje. Nga ana tjetër, I dënueshëm dhe ky është një trend dhe prandaj është I rëndësishme ajo që thot Kristi dhe që cituan edhe parafolësit në lidhje me të dhënat dhe indikatorët, ndërkombëtarës, sidomos pala italiane dhe pala franceze, kanë informuar Shqipërinë përmes avokatit të popullit se sidomos 10 vitet e fundit po vërehet braktisje e të miturve në këto shtete dhe për këtë arsye ka një numër të lartë prindërish të dënuar në Shqipëri, të cilët janë zbuluar nga organet e hetimit se kanë udhëtuar me fëmijët e tyre përmes dhe kjo është konsideruar si provë dalja nga Shqipëria pras e provuar nga sistemi TIMSS dhe ata e kanë bërë vrasje nuk kemi. Jo, është e rëndësishme që kemi një shembull. Një sekond. Ja, Kristi, te kjo po shkoj. Dhe për të mbështetur atë që thoni ju. Dhe në këtë rast, ky është fenomeni I dytë, ka shumë prindër të dënuar në Shqipëri, të evidentuar se kanë kaluar jashtë Shqipërisë, kanë dalë nga Shqipëria, I kanë braktisur fëmijët dhe ata më pas kanë kërkuar ndihmë nga autoritetet dhe kjo është konsideruar si një formulë në mënyrë që fëmijët të shkollohen në vendet Bashkimit Evropian dhe më pas të asistohen edhe me dokumenta. Raste të tilla janë konsideruar dhe janë sinjalizuar dhe nga institucionet britanike. Dhe për këtë arsye, kjo vepër pra braktisja e fëmijëve është e parashikuar nga ligjvendësi. Për shkak të neglizhencës së prindërve, në rastet kur fëmijë të ndryshëm janë përfshirë në konflikte fizike, ligjvendësi dhe në kodin penal është draftuar një risi e re, ku do të parashikohet dënimi I prindërve për neglizhencë gjatë prindërimit, në raste kur fëmija ka dhënë indikatorë të caktuar, sikurse mund të jetë përfshirja në dhunë,
Dhe kjo duhet provohet edhe nga organet e hetimit, kur duhet që organet e hetimit në raste kur fëmijët aktivizohen në përleshje të caktuara, në bullizim online, në shantazhe online, dhe konstatohet që prindi, në këtë rast nëna ose babai, nuk kanë marrë masa. Atëherë do të merret masa e prindit. Dhe ky është një nga propozimet e ligjvëndësit, që duket se ka shkuar në këtë konkluzion për shkak të risive në kriminalitet dhe nga ana tjetër për shkak të shifrave të larta të përfshirjes, dhe është konstatuar zyrtarisht edhe nga qendra e parandalimit të krimeve në Ministrinë e Drejtësisë, që është një institucion shtetëror, se dhuna në Shqipëri tek të miturit po një rritje të frikshme, jo vetëm dhuna fizike, por po kategorizohet në dhuna zyrtare edhe dhuna psikologjike, si dhe dhuna përmes rrjeteve sociale. Se kemi pasur raste në Gjirokasë, kujtoj një rast të një vajze e cila i dha fund jetës së saj vetëm sepse bullizonin në shkollë, edhe kjo thua ti do llogaritet. Ne kishim rastin e Kamzës. Absolutisht, pra, në momentin që prindrit, shikojnë se fëmijët e tyre janë duke dhënë shenja të përfshirjes në dhunë për leshje fizike. Kjo po ndodh aktualisht në gjimnaze, sidomos në qytete, po ndodhin përleshje midis grupeve të rinjve. Nuk po flasim. A mund të më shpjegojnë ndonjëri prej jush, ju lutem, se si është e mundur që rasti që ndodhi në Durrës, që është thuajse identik si Martin Cani, është dhe më i tmerrshëm. Sepse djali 15 vjeçar Erione nuk kishte fare të bënte me sherrin. Kishte shkuar për t'i ndarë. Çdo konflikt në të cilin përfshihet një fëmijë, çfarë do lloj bilanci që të ketë, është alarmues. Çdo konflikt ku ka viktim një fëmijë, jo, patjetër, dhe sidomos autori është një fëmijë, është sërish një këmban alarmi që tregon se të gjitha institucionet të parashikuara dhe të ngarkuara nga ligji për të marrë me fëmijën, tregon qartë që deri diku kanë dështuar. Dhe kanë fjalën për ato institucione të cilat teorikisht duken perfekte si jashtëmi. Dy pyetje të tjera. Deri tek më i fundit që është psikologu, Agjencia për Mbrojtjen e Fëmijëve, Qendra për Parandalimin e Krimeve të të miturve në Ministrinë e Drejtësisë, shumë institucione tjera të cilat merren grupe ndërteknike që shkojnë deri tek pushteti lokal dhe që merren në detaje pra edhe me natyrën dhe gjymojnë edhe aspektet ekonomike të fëmijës. E kuptova këtë pjesë. Dua vetëm të përfundoj, Anila, po thuaje fjalën e fundit. Të gjitha këto së bashku, në rast të çalojnë, çojnë gjithmonë tek fenomene të tilla të cilat dekadën e fundit tregojnë qartë rritje vërtet jashtë kontrollit të përfshirjes së fëmijëve në kriminalitet. Pa llogaritur shtyrjen e fëmijëve në krim, që bëhet nga të rritur, po flas gjithmonë për kategorinë e krimeve midis të miturve. Jo, është e qartë. Sepse kemi një fytyrë të re krimit të miturve që janë shtyrja e fëmijëve për të shpërndarë drogë, që ndodh nga të rriturit. Po që mos dal nga tema, dua të ndjen tek incidentet dhe përballjet që kanë me njëri tjetrin në përplasje. Ta pyes pak Redin. Redi, a do keni shkallë të tjera drejtësie që do të ndiqni për çështjen e Martinit dhe cilat janë ato? Besoj se unë thash do të presim vendimin arsyetuar të gjykatës për të parë gjithë detajet e vendimit zbardhur dhe argumentimet që ka dhënë gjykata, por aty janë disa palë në proces, pra jemi ne dy viktima, pra Martin Cani dhe i miturit tjetër Luis Meqja, gjithashtu është i panderur në proces dhe avokati mbrojtësi i tij, gjithashtu dhe prokuroria. Pra janë 4 palë, cilët nëse eventualisht njëri nga këta bën ankim, çështja shkon në gjykatën e apelit. Dhe besoj do kemi një tjetër përballje në gjykatën e apelit. Ne përveç kësaj çështje, pra përveç çështjes penale, ne do ndjekim edhe të gjithë rrugën civile të dëmshpërblimit dhe të pjesës së vënies para përgjegjësisë të gjithë institucioneve përveç dhe prindërve të autorit, duke qenë se është një drejtë ligjore që i takon viktimave ose viktimës dhe familjes Martin Cani. Redi, duhet kujtojmë edhe çështjen tjetër që është paralelisht, shpërdorimi detyrës së shkollës. Pa diskutim. Pra, çështja e hetimit shpërdorim detyrës ne po presim nga prokuroria që të dali me konkluzione pasi ka kaluar një vit e ca hetim dhe janë dy fokuset tona, është arsimi dhe shëndetësia, të cilët ne mendojmë që janë përgjegjëse për rastin e Martin Canit, detajet e dhëna pse mendojmë
janë dhe në dosje dhe në fashikullin e prokurisë. Presim të dalin konkluzionet dhe më pas do japim relatimin ton apo mendimin ton për këtë situatë. Institucioni shtetëror, njësoj si që ka vepruar prokuria për çështjen penale kryesore, duhet veproj dhe për këtë çështje tjetër për të dalë në përgjegjësi konkrete për ata persona cilët kanë çuar ose kanë ndihmuar edhe pa dashje në vajtjen e kësaj ngjarje tragjike. Desha thoja diçka për institucionet sepse shumë e rëndësishme që institucionet shtetërore. Jo thjesht, domethënë do e çmoja shumë të rëndësishme që ti mësoj shumë pikërisht këtij hetimi. Pra shpërdorimi i detyrës duhet të bëhet një institucion shembull, në mënyrë që pastaj të ndërgjegjësojnë edhe të tjerë dhe të kuptojnë që nuk duhet ketë më raste të tilla, nuk duhet ketë më neglizhenca në raportim, si nuk u vin ka në dieni prindi mbi një konflikt mes fëmijës së tij. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Ne jemi palë në proces dhe ne do ta ndjekim qoftë fizikisht, qoftë me dokumentacion. Ne kemi paraqitur prokurisë gjithë dokumentat që ne disponojmë nga institucionet shtetërore dhe gjithashtu vetë prokuria ka marrë dokumentacion dhe të dhëna tjera, prova me dëshmitar, prova tjera që mendon prokuria që i nevojiten për hetimin dhe besoj do kemi konkluzione shpejt. Qartë. Dua t'i bëj një pyetje të fundit. Redi, të falenderoj edhe të përshëndes për mos të mbajtur më gjatë se di që je në ditë pune sot. Zoti Cani, a keni një thirrje apo mesazh për drejtsinë shqiptare sot? Më mirë se foli Redi, unë s'mund ta plotësoj, unë vetëm mund të them ato që Redi e ceku dhe i çik pjesën e shëndetësisë, domethënë shëndetësia kene për dëshiruar, domethënë Martini ishte 3 hapa me thonë nga Spitali Nën Tereza e çun ke trauma kur ai kishte goditje në zemër. Dhe edhe kur trauma, Spitali Ushtarak nuk kishte kardiolog. As makinerinë e zemrës që mund ta ndihmoshin. Martini ishte idealist tërvitur dhe rezistoi shumë. Kurse për pjesën e dënimit është avokat Redi, sepse Redi na ka ndihmuar shumë që të jemi sinqertë. Edhe projektin për mozeumin ai na e dhuroi, domethënë ka bërë. Angjëll, po për pjesën e shkollës, pra ne kemi një çështje paralele që po ndiqet për te dënimit të autorit. Se aty është fillesa e problematikës. A kërkoni ju keni një pretendim mbi çfarë duhet të jetë masa e dënimit për institucionin që ka shpërdoruar detyrën në këtë rast që nga drejtuesi edhe më tej? Tani unë s'mund të flas me terma juridike, po shkolla është e para, domethënë shkaktari i gjithë ngjarjes Martini dhe shkolla. Sepse unë e kam thënë edhe dje, e thash me nisëm me zë mund të shpëtoshim jetë. Unë shkollën Fanoli e kisha 5 minuta larg nga puna ime që punosha. 5 minuta unë kisha shkuar aty dhe kisha marrë djalin dhe kisha dërguar në shtëpi ose kisha marrë një taksi e kisha dërguar në shtëpi. Domethënë nisëm me së shpëtonte jetë. Një neglizhencë kalon një tragjedi kaq të madhe që është e pa rikuperueshme. Zoti Cani, ju përshëndes dhe jeni i mirëseardhur çdo herë që keni nevojë në program për zërin tuaj për ta reflektuar atë tek institucionet, drejtësia, kudo ku dëshironi. Faleminderit shumë. Jo, faleminderit juve, faleminderit shumë. Përshëndes. Dhe përpara se ta mbyll, dua të ndalem pak me Anilën dhe Kristin nga një pyetje për secilën shumë shkurt, ngjarja e Durrësit. Ku është, në ç'pik, në ç'fazë? Ne kemi një ngjarje të përsëritur, pra flasim sërish. Sa herë flasim që ti mësojmë faktit që nuk duhet ndodhin më, dhe kur përsëriten aty thua çfarë kam bërë dhe unë gabim, gjithë ne në punën tonë. Edhe fakti që ka një lloj edhe mpirje të reagimit. Pra, fakti që në qytetet vogla, për shembull në Burqiz, kishin dalë ata fëmijët që kërkonin drejtësi për shokun e tyre, kushëririn, apo komshiun, çfarëdo në rrethanat që e njihte secili prej atyre, ndërkohë në lagjen ku kishte ndodhur, sikur s'kishte ndodhur asgjë. Ishte një lloj, ata janë larguar nga lagja ku jetonin, që ishin shpërngulur aty për të mirën e fëmijës, dhe aty kanë parë të merren me sy se si fëmia ju është larguar, sepse ka ndërhyrë në një konflikt mes disa bashkëmoshatarëve për të zgjidhur konfliktin. Tentuan informacion nga shkolla dhe shkolla e preu informacione në mënyrë kategorike, duke thënë nuk ka ndodhur në ambientin tonë. Kjo gjua e institucionit që e njëjta gjë ka ndodhur mbaj mend kur ndalova oficerin e sigurisë në rastin e Martinit. Kanë një arrogancë në përgjigje dhe nuk merr njeri frym për të thënë o zot çfarë ka ndodhur,
Dhe kudo që të ketë ndodhur, është vrarë një fëmijë, është vrarë një fëmijë. Dhe mendoj që është më e paktja që duhet. Anila, shumë shkurt do të lutesha, çfarë masash mund të merren sipas ligjit në Shqipëri për institucionin? I referohet pyetjes që i bëri Kristi babait, se ndoshta dhe ai nuk është ekspert i fushës dhe s'ka si ta di. Deri ku shkon masa që mund të marrë gjykata për shkollën në vetvete, ose individët të cilët mund të kenë pasur në dorë të çonin atë SMS-n që i mungoi prindit Martinit? Ligji është shumë i qartë, Lorela. Parashikon shpërdorim detyre me veprim dhe me mosveprim. Në rastin e shkollës Spanoli, shpërdorim detyrës dyshohet se shkruar me mosveprim duke mos vlerësuar çdo indikator gjatë ditëve, pra që ditën e parë që nisi konflikti dhe deri momentin kur fëmijët kanë dalë në mesditë nga ambientet e shkollës. Por ky testim dhe kjo provë që mund të hap trasen për të shënuar një precedent të parë në Shqipëri, që do të shkojë tek padia e dëmshpërblimit, varet e gjitha nga prokuroria e çështjes, e cila për arsye ende të pashpjeguara për vrasjen e Martin Canit, mbasi e ndau çështjen e dorëzoi Mario Përlesha i të akuzuar, vazhdon ende hetimet, megjithëse ka kaluar për mbi një vit, për dyshimet e shpërdorimit të detyrës. Dhe ende nuk ka vizazuar një vepër penale se kush janë antarët e stafit të shkollës Spanoli, të cilët dyshohen se kanë shpërdoruar detyrën dhe ende ata nuk kanë dorëzuar si të dyshuar përpara gjykatës penale. Në rast se prokuroria do ta kalojë këtë provim dhe do dorëzojë të akuzuar konkret për shpërdorim detyre në gjykatën penale, me shumë mundësi avokatët, mbrojtës dhe familja e Martinit vogël ka pikërisht mundësinë bazuar në ligj, si shumë të tjerë, ti drejtohet në finale kur drejtësia të shpallë vendim nëse ka apo jo fajtor nga institucionet shtetërore për historinë e programit. Okej, se ka një shkëputje me Anilën, po ideja është që është parashikuar. Dosja është shumë e qartë në fakt, Sidorela, sepse tregon të gjithë hapat që kanë ndërmarrë qoftë oficerja, mësuese kujdestare, drejtuesja e shkollës, në dosje specifikohen se i gjithë procesi që ka çet duar në mos raportimin e konfliktit që të premten që ka pasur zënkën e parë. Ndërkohë që fatalja ishte të hënë. Në ditët në vijim, i premtoj që do flasim shumë gjatë edhe për këtë ngjarje në Durrësit, që shoh që ka një lloj ngërçi dhe mungesë pompoziteti që duhet ta kishte me të drejtë siç e pati rasti Martinit. Anila, shumë faleminderit për ndërhyrjen sot, edhe për kohën. Kristi, faleminderit. Ditë mbar. Shumë shkurt publicitet, kthehemi përsëri bashkë.